Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare rreth një muaj pas mbajtjes së tyre. Votimet e 7 qershorit ishin të tretat parlamentare që Kosova organizoi në më pak se një vit e gjysmë. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar 53 mandate. Partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 22 ulëse në kuvend, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7 ulëse. Në mbledhjen e KQZ-s e mbajtur para ditën e së mërkurës, kreu I këtij institucioni, Kreshnik Radoniqi, njoftoi se vetëm në listën e deputetëve të Aleancës ka ndryshime, pasi 2 deputetë të zgjedhur kanë hequr dorë nga mandati. Për rrjedhoi, Adrian Gjini dhe Daud Haradinaj do të zëvendësohen nga Bek Berisha dhe Burim Ramadani. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, kryeparlamentaria, njëherësh ushtruesja e detyrës së presidentes së vendit, Axhiu, e ka për detyrë ta thërrasë një seancë konstituive të kuvendit. Sipas kushtetutës, seanca duhet mbahet brenda 30 ditëve nga certifikimi I rezultateve. Në këtë seancë bëhet konstituimi I kuvendit, zgjidhet kryetari dhe nënkryetarët, ndërsa më pas vazhdohet me procedurat për formimin e qeverisë së re. Pas konstituimit të kuvendit, Axhiu e nominon partinë fituese të zgjedhjeve si mandatare për formimin e qeverisë, në këtë rast lëvizjen Vetëvendosje.